Kadastra e Vlorës nuk gjen qetësi. Ndryshohet në vetëm pak kohë edhe drejtori i radhës i këtij institucioni. Burime zyrtare konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se tashmë shkarkuar nga detyra drejtori i kadastrës Ergjys Skënderi. Skënderi e mbajti këtë detyrë vetëm për pak kohë, ndërsa edhe ky i fundit, sikundër edhe të tjerët, kanë ardhur nga Tirana, ndërsa nuk kanë qëndruar shumë në krye të këtij institucioni që ka problematika të mëdha edhe në këto ditë. Skënderi nuk arriti, ashtu sikundër edhe paraanësit e tij, që të linte shumë gjurmë në këtë institucion problematik, i cili në fakt i ndron shpesh drejtuesit, dhe mund të themi se është ndër drejtoritë apo institucionet që mban rekord Guinness për numrin e madh të drejtuesve që drejtojnë këtë institucion, ku mund të themi se mesatarja për ndryshimin e drejtuesve është tek 5 drejtues, të cilët ikin edhe vinë. Por burimet konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se është emëruar edhe kreu i ri i kadastrës. Edhe ky i fundit do të vi përsëri nga Tirana, dhe ai është Erion Garanxha. Edhe më parë, Garanxha thuhet se ka qenë pjesë e këtij institucioni, por ka drejtuar në kryeqytet. Mbetet për t'u parë në javën e ardhshme, atëherë kur pritet të bëhet edhe prezantimi i kreut të ri të kadastrës. Por mund të themi se kadastra e Vlorës aktualisht vijon të jetë një institucion problematik, ku qytetarët nuk e marrin dot shërbimin në kohën e duhur. E megjithatë, me reformën e fundit, kadastra në Vlorë ka mbetur vetëm thjesht një zyrë legalizimesh, pasi të gjitha çështjet sa i përket zyrës së regjistrimit të pasurive janë zhvendosur në Tiranë. Megjithatë, tashmë pritet të mbri në këtë institucion edhe drejtori i radhës, i cili edhe kësaj here nuk do të jetë vlonjat, por do të jetë një drejtues i ardhur nga Tirana.